Pse është situata e rrezikshme? Sepse Ramas dhe Berishës i ka ardhur ngordhja. Fevziut e këtyre gjithë dhe këtyre u ka ardhur ngordhja. Dhe kur bie një ndërtesë e madhe ku shëmbet, ajo rrezikon të zërë përfund kur bie. Ndaj këtu duhet të jemi të kujdesshëm. A e pat kreun e ri të Spakut kur shkoi në takim nxorri gotën e ujit e nxorri nga çanta. Gota e ujit e nxjerr nga çanta është kodi i dhuruar nga amerikanët dhe europianët që kontrollojnë Spakun ose pjesën më të madhe të Spakut. Gota me vete në studio, apo në takim, apo mospirja e ujit, e kafes dhe e çdo servirje tjetër, është kod që ai po mbrohet nga atentati sepse është në luftë të hapur me regjimin e Tiranës. Fakti që kreu i ri i Spakut nxorri gotën nga çanta dhe nuk i beson gotës së tyre, është luftë, është mesazh lufte, miku im. Dëgjoni me kujdes. Amerikanët dhe europianët dhe shërbimet sekrete dhe lëvizin me kode, me simbolika. Gota nga çanta do të thotë që atë mund ta helmojnë në çdo sekond, apo mund ta eliminojnë, apo mund ta godasin. Pse? Sepse po u vjen ngordhja. Dhe kur u vjen ngordhja, ata shëmben. Kur shëmben ndërtesat e vjetra, nuk mund të rish afër tyre, sepse të kap pluhurit, të kapin hekurat, të kapin dritaret. Kreu i Spakut nxorri gotën nga çanta dhe e vurin tavolin, jo sepse nuk kishin harruar ata të nxjerrin gotë për të. Është mesazhi që un jam në luftë për jetë a vdekje me këtë kast. Kush është shpresa e Berishës dhe e Ramës? Shpresa e tyre është të krijojnë çdo lloj xhepi, çdo lloj lojtari për të mbushur çdo lloj xhepi bosh të mundshëm në mënyrë që të përcjellin amerikanëve dhe lojtarëve të tjerë të interesuar për të shkatëruar kastën e vjetër politike në Tiranë, që Rama dhe Berisha kontrollojnë çdo cep të lojës. Ndaj kthehemi tek Adriatiku dhe tek Shabani. Teatri i Ramës dhe i Berishës me Adriatik Lapajn dhe me Endri Shabanin, dhe unë ua kam thënë, po do të vim ke protesta, do ju shpjegoj tani miki dashur. Do ju shpjegoj se çfarë do të bëhet me protestat. Rama dhe Berisha duan të kapin çdo lloj grope, ta mbushin ata me lojtarët e tyre. Ndaj, Endri Shabanin e quan në, dhe unë ju a kam thënë, personalisht me Endri Shabanin dhe me Adriatik Lapajn, unë ju a kam thënë, nëse e duan gjakun tim, kur të kenë nevojë për gjakun tim, larg qoftë i ndodh diçka, mos i ndodh të kur, unë ja jap gjakun. Në politik, unë i çmontoj kockat edhe babës tim Rafmet Pas me dal kundër asaj që është duke u bë. Berisha bëri teatrin me shqiptarët bashkë me Ramën, sepse ata janë thellësisht të bindur se pjesa e shqiptarëve që kanë ngel sot në Shqipëri janë tërësisht idiot. Sepse unë nuk e kam marazin pse tallen me ne. Unë e kam marazin pse nuk i sofistikojnë pak rrenat e tyre.
Ajo që mua më shkatëron psikologjikisht dhe ma godet shpirtin është si është e mundur që Rama dhe Berisha nuk e ndjejnë më të arsyeshme as të nevojshme që ti sofistikojnë pak rrenat, mos t'i bëjnë kaq trash. Nuk e ndjejnë të nevojshme dhe kjo mua më përcëllon shpirtin. A dini pse e bëjnë këtë? Sepse ata mendojnë që pjesa më e madhe e popullit që ka ngel këtu janë një tuf e madhe idiotësh të cilët nuk kuptojnë. Po të besonin ata që ju kuptoni, ata do të bënin rrenat e tyre më të sofistikuara. Ndaj Berisha nuk kishte turp të dilte dhe të thoshte që Endri Shabani na ka mbështet ne në kohën kur donin të kandidonin humoristin e Portokallis, që e rriti Top Channel-i, pastaj e mori Çim Peka, ke televizioni i Sali Berishës, e sollën si kandidat pavarur, sepse nuk donin të merrnin përsipër humbjen. Na mbështeti ne Shabani, tha Berisha, dhe i dham Shabanit firmat për të bërë avokat populli. Shabani është pjesë e elitave sorosiane të Shqipërisë dhe ka dhënë urdhër kjo elit në Amerikë dhe në Europë, ajo që po lufton me Trumpin dhe me të djathtën sot, dhe i ka thënë Berishës, mbyteni dhe mbylleni çdo grop që mundet të bllokohet nga lojtarë të tretë, siç është Lëvizja Dheu, Kreshnik Osmani, apo edhe lojtarë të tjerë të cilët nuk e kanë burimin e frymëzimit nga Sorosi dhe xhirizet e tij. Berisha ja dha dhurat këtë sepse Berisha po pret të tërhiqet nga politika duke marrë garanci mbrojtjen e familjes së tij dhe trashëgimin e Partisë Demokratike t'ia dorëzoj atyre që do t'i thonë ata që do t'i heqin non gratën në këmbim të tërheqjes së Berishës nga politika. Ata nuk do ta negociojnë Berishën sepse Berisha është i fortë shumë. Jo. Ata do t'i japin shpërblim në mënyrë që Berisha të afroj për të djathtën, ta kaloj të djathtën shqiptare në duart e atyre të cilëve do t'i kërkoj establishmenti majtist. Ndaj sot Donald Trumpi doli dhe tha: Europa po na shkatëron të djathtën dhe nuk po lejojnë të ngren kokën askush që është vërtetësisht kundër të majtës. Që do të thotë ata në Amerikë e kanë kuptuar lojën e Saliut, që Saliu nuk është i djathtë, as ka Parti Demokratike, por po bën lojën e establishmentit neoliberist majtist, duke u maskuar si i djathtë, me Fatmir Mediun dhe me Lasivitën, çun ca valigje me miliona dollar atje dhe kujtun se blihet e djathta në Amerikë apo blihet pjesa tjetër e botës me 10 milion dollar apo me 20 milion dollar. Ata ishin gati të paguanin edhe 30 edhe 50 milion dollar, sepse Berisha është miliarder, bashkë me Edi Ramën. E kanë kaluar miliardat në dollar apo në euro, si ta doni ju. Janë gati ata të paguajnë gjithçka. Problemi është që nuk u ahedh dot atyre atje. Saliu nuk e kishte dëshirën që të largohet me lavdi dhe t'i bëj një shërbim të djathtës, kur nuk ka qenë i djathtë. Unë ja kam kërkuar personalisht t'ja bëj një nder të vet me popullit të djathtë, të përsekutuarve. Ne jemi vëllezër në Shqipëri. Problemi është që vrasja e të djathtës nuk mund të jetë një opsion, nuk do të lejohet kurrë kjo. Saliu këtë detyrë kishte. Dhe sot ai po kërkon të negociojë non gratën e tij dhe sigurinë e familjes vet. Ndaj ishte i njëjti Berish i cili tha për Ervin Saliani që është heroi jon.
ishte i njëjti që tha për Grida Dumën është Nora Kelmendit. Ishte i njëjti që tha për Shabanin është majtist, pastaj tha do ta vëmë se na mbështeti për Florian Binaj. Pra, Berisha është kontradiktor dhe ka marrë mision shkatrimin përfundimisht të nacionalistëve dhe të djathtë. Duke ja dorëzuar atë atyre që do t'i kërkoj e majtë. A do t'ja dal apo jo? Unë këtë nuk e di. Por duhet të dini diçka shumë të rëndësishme. Kjo histori nuk mbaron kaq lehtë. Rama ka dalë dhe ka bërë në koordinim me Berishën një mesazh shumë të rëndësishëm sot i ka dhënë amerikanëve dhe europianëve në podcastin e tij të fundjavës. Ka folur për një ngjarje të vjetër, që është çarmatosja e antarëve të BKH-s nga Garda e Republikës kur kanë tentuar të hyjnë në kryeministri. Ky është mesazh shumë i rëndësishëm. Rama po i shpall luftë Amerikës dhe Europës dhe atyre që janë pas pakut, duke u thënë, unë jam gati dhe kam marrë leje që t'ju shpall luftë sepse unë i kam shpatullat e ngrohta nga pjesa e masonerisë që më mbështet mua dhe aleatët e mi brenda Shqipëri, që janë elitat politike, elitat e djathta politike, Berisha me establishmentin e majt të integruar brenda të djathtës, elitat në thojza gjithmonë mediatike, Fevziu, Ylli Rakipi dhe gjithë këto panelet e prime time-it, dhe elitat financiare që janë oligarkët. Rama, siç thoshte i ndjeri Fatos Nano, është një mason i kamur, është shumë e thellë kjo meriton një emision më vete. Do t'ju them tani se si do të ngrihemi dhe çfarë do të bëjmë. Duromni dhe pak, unë nuk dal shpesh live sepse nuk e kam këtë kohë, por është shumë e rëndësishme ta kuptojmë se si Rama e ka marrë një mbështetje për t'i shpall luftë Amerikës nëpërmjet dhënies së mesazhit që unë do t'i çarmatos njerëzit e BKH-s nëpërmjet Gardës Republikës, që do të thotë pistoleta e spakut nuk hyn dot brenda kryeministrisë pa lejen time, sepse unë jam pjesë e elitave botërore të cilët më kanë dhënë leje të luftoj qoftë edhe kundër Amerikës kur të vi momenti. Dhe ky është momenti. Ndaj Trump, në grand strategji që ka vënë, kur flas për Trumpin, ju tregoj diçka. Trumpi nuk është engjëll. Trumpi nuk është engjëll. Është përfaqësues i të djathtës dhe po bën goxha betejë me të majtën, po i terrorizon ata. Dhe kur them Trump, unë nuk jam dakord me gjithçka bën Trumpi, të kuptohemi mirë për këtë, jemi të qartë. Por po flasim për grand strategy. Strategjia e madhe e Amerikës, e cila po vendos prioritete të reja dhe ka dalë Pentagoni sot, i ka thënë Europës. Europa, ju e dini, kontrollohet nga burokratët e Van der Leyenit, nga këto sorosianët, është duke vrarë dhe duke ekzekutuar të djathtën e vërtet. Dhe këtë po e bën nëpërmjet eliminimit financiar, eliminimit mediatik dhe eliminimit politik. Dhe njëkohësisht këtë hap është duke shoqëruar me nxjerrjen e individëve të kontrolluar prej tyre, të cilët do t'i serviren Trumpit dhe Amerikës si e djathtë, ndërkohë që janë në lojën e të majtës dhe në lojën e Sorosit. Berisha dhe Partia Demokratike sot është shembulli klasik i kësaj skeme. Saljani
po del me Ilir Ali Mehmetin dhe me të tjerët po bëjnë foltore. Berisha po luan me Flamur Nokën, me Albana Vokshin, me Edi Palokën dhe me grupin e tij të ngushtë po bën foltore. Ndërkohë nga ana tjetër, Gaz Bardhi, Jorita Tabaku kanë lojë tjetër, skem tjetër, shkon në departament shtetit dhe i serviret Berishës si një njeri cili do të jetë trashëgimtari potencial i Partisë Demokratike. Rama i nxori pistoletën sot amerikanëve sepse jo se është ashtrim për ta bërë këtë. As sepse ka Kinën nga mbrapa apo Rusin nga mbrapa. Nuk guxon Rama ta bëjë këtë. E ka bërë sepse i kanë thënë burokratët sorosian, von der Leyenat e Sorosit dhe burokratët e lojave të deep state-it të mëparshëm neoliberal, majtist, i kanë thënë shkrepja Trumpit se nuk ka ndonjë problem po t'ia shkrepësh Trumpit. Dhe ndërkohë i kanë thënë edhe Berishës, edhe Ramës, plotsoni çdo lloj boshllëku. Si plotsohet boshllëku në Shqipëri? Merret Endri Shabani, i cili ishte në aleancë me Adriatik Lapaj. Aleancën që unë ju kam shpjeguar vazhdimisht, ishte njëri, Adriatik Lapaj ishte i financuar nga Berisha dhe Meta, për të marrë vota djathtas dhe gri, siç bën. Ka harxhuar 3 milionë e gjys euro, 4 milionë euro me udhtime në për SBA, në për Amerikë, në për Europë. Unë kam parti vetë. Unë e di, kam dorëzuar në KQZ. Kam hyrë zgjedhje me 0 lek. Kam hyrë zgjedhje me bankë të bllokuar. Lëvizja Adheu sot që unë flas me ju e ka numrin e llogarisë bankare, e ka të bllokuar nga qendra. Dhe këtë ata e bëjnë sepse duhet të ekzekutojnë çdo njeri. I dorëzova prap tani raportin zarit të tyre më të madh, Ilirian Celibashit. Ilirian Celibashit. I dorëzova bilancin 0. Parti që hyn zgjedhje me 0 lek. Ndërsa Adriatik Lapaj ka shpenzuar minimalisht 3 milion euro, sepse hapi thesin Saliu me këta të Tiranës, i dhan para dhe blinte bileta me staf dhe shkonte cep për cep të Europës edhe të Amerikës dhe të Kanadas. Unë s'kisha fuqi ta bëj. Shabanin e përgatitën për ta bërë lojtar të ardhshëm. Kalimi i Shabanit tek avokati i popullit, edhe pse avokati i popullit është një pozicion politik pa peshë të madhe politike, se mos kujtoni se Kreshniku është xheloz. Aman të marrësh atë keq. Aman më ta marrësh as shten Shkodran. As më intereso fare ajo që bëjnë ata. Shabanin e mbani mend si luante me syzet, që bënte si lojtar Oxfordian. Nuk e lujt me syzet. Unë kam lindur, tha, kur isha fëmijë, tha, kam parë Berishën në televizor, tha, dhe tani vazhdoj ta shoh në televizor. Dhe thotë që Berisha është i poshtër, edhe Rama është i poshtër. Ky Berisha i poshtër, që ky nuk ka lënë gjë pa e degeneru, ishte skema, ju e dini. Sepse ata duhet kontrollojnë narrativën, edhe ai që i shan, edhe ai që i lavdron duhet të jetë i tyre. Sepse kështu kanë ardhur urdhrat nga jashtë, nga internacionalja. Shabanin e morën dhe e çuan atje për ta bërë gati si lojtar të ardhshëm. Që të thonë është kandidat për diçka më të madhe dhe nuk erdhi nga asgjëja, ishte avokati i popullit, Ndërkohë Adriatik Lapaj i thanë mere karrigen tani dhe dil ke sheshi.